muajit qershor. Në lidhje me aktivitetin ekonomik të bizneseve, ritmi i rritjes së biznesit vijon të jetë tejet pozitiv. Në total, numri i bizneseve është rritur me 5% krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2025. Në fund të muajit mars, pra me datën 31 mars, numri total i bizneseve të regjistruara dhe aktive është 143.875. Gjithashtu, edhe subjekte e reja të regjistruara kanë shënuar një rritje dyshifrore, pra përgjatë këtij 3 mujori janë regjistruar 6.085 biznese të reja, me një rritje prej 12% krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit të mëparshëm. Paralelisht me rritjen e numrit të bizneseve, natyrisht kemi edhe një rritje të qarkullimit apo të xhiros së deklaruar të bizneseve përgjatë periudhës janar-mars 2026. Në total, qarkullimi ose xhiro e deklaruar e bizneseve deri në fund të marsit është 931 miliard lek, dhe po ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit mëparshëm, kemi një rritje të xhiros vjetore të deklaruar me rreth 600 milion euro. Ky tregues padyshim që tregon qartazi një zgjerim ekonomik dhe nga ana tjetër edhe një dinamik pozitive për sa i përket ecurisë së biznesit në Shqipëri. Rritja natyrisht reflekton disa faktorë, dhe është një kombinim faktorësh në fakt, ku kemi të bëjmë një me formalizimin e mëtejshëm të ekonomisë, pra ka një xhiro të deklaruar më të drejtë nga ana e bizneseve. Së dyti, mbështetet pa diskutim edhe nga konsumi i brendshëm, i cili mbetet i fortë, dhe kjo vjen si rezultat edhe si rezultat i rritjes së të ardhurave, por edhe rritjes së punësimit. Dhe nga ana tjetër, kemi një performancë të mirë të sektorit të shërbimit dhe të tregtisë, që pa diskutim mbeten 2 motorët kryesor të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Në planin e tregut punës, përgjatë këtij 3 mujori, kemi të regjistruar 13.825 më shumë punonjës të rinj se sa krahasuar me 3 mujorin e vitit 2025. Gjithashtu, përgjatë këtij 3 mujori edhe si rezultat i fushatave sensibilizuese që kemi bërë në sektorin privat, kemi një rritje të deklarimit të pagave në të gjithë sektorët e ekonomisë, dhe po t'i referohemi fashave të pagave nga 70 deri në 100.000 lek, kemi një rritje me 25% pra të këtyre fashave.